Partitë shqiptare dënuan ashpër fjalorin e zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s dhe brokoritjet e mbështetësve të kësaj partie para Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Për Bashkimin Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, këto presione nuk ndihmojnë në përmbylljen e krizës politike në vend. Në reagimin me shkrim të kësaj partie thuhet: presionet propaganduese politike partjake, siç po bëjnë partitë politike maqedonase apo të etnive tjera, nuk e ndihmojnë procesin dhe mbylljen e krizës. Për lëvizjen Besa, zhargoni fjalëve që kanë përzgjedhur zyrtarët e VMRO-DPMNE-s në protestën e mbrëmshme nuk çon drejt relaksimit të raporteve ndëretnike, por vetëm i përkeqëson ato. Nga kjo lëvizje përsërisin qëndrimin e saj kundër bashkëpunimit me lidershipin aktual të VMRO-DPMNE-s. Më lejoni të them që kjo gjuhë e urrëties VMRO-s ndaj shqiptarëve, kjo vjellje e vrerit ndaj shqiptarëve nuk i kontribon as pak të mirës në vend, nuk i kontribon as pak marrëdhënieve ndërretnike. Gjykojmë se tensionimi i marrëdhënieve ndërretnike, shkaktimi i tensioneve i përkeqëson edhe më tej marrëdhëniet ndërretnike dhe tërë këtë tension e vën në funksion të përfitimeve të politikës ditore. Edhe përfaqësuesi i Aleancës për Shqiptarët, Arban Balliu, në deklaratat e fundit të zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s, sheh nacionalizëm të thellë dhe përjashton çdo lloj bashkëpunimi me këtë subjekt politik. Domethënë këtu kemi deklarata nacionaliste dhe shoveniste, realisht, domethënë që kjo retorikë është përdorur shumë vite më parë, mos them shumë shekuj. Mirë po, ka edhe një gjë tjetër, që disa politikanë Maqedonas të dalin dhe të deklarohen dhe të kërcënohen me natat cikave e natat të ndryshme, domethënë ato natat cikave mund të kthehen si bumerang. Domethënë kjo gjë është më së evidente. Dhe sa i përket mundësisë së koalicionimit ton me parti të tilla, nuk besoj se do kemi një koalicionim të tillë dhe nuk besoj sikur edhe të na i plotësojnë gjitha kushtet për të bërë koalicion të mundshëm me VMRO-DPMNE-n. S'vjen parasysh ajo punë. Nga Partia Demokratike Shqiptare nuk deshën të komentojnë për fjalorin e mbrëmshëm të zyrtarëve të VMRO-DPMNE-s dhe brokoritjeve të mbështetësve para ndërtesës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.